Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse pini një lugë vaj ulliri për 7 ditë, nuk do të besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Ndërsa vaj ullirit ka një shije shumë të mirë në sallata të freskëta dhe me pak bukë të ngrohtë, mos mendoni se mund ta përdorni vetëm në ushqime. Studimet kanë treguar se një dozë e shëndetshme vaj ulliri në dietën tuaj ushqimore është e mirë për shëndetin kardiovaskular, qelizor dhe shëndetin e trurit. Sipas këtyre studimeve, vaj ullirit mund të përdoret edhe në kremra dhe serum të ndryshëm. Kjo sepse ka veti kundra plakjes, antiinflamatore dhe ka shumë veti ushqyese dhe gjallëruese. Ja disa mënyra se si ju ta përdorni vajin e ullirit. Për të mbrojtur zemrën, rrisni aftësitë që ka vaji i ullirit për një shëndet të mirë të zemrës, duke e përzierë ato me rozmarin, që stimulon qarkullimin e gjakut. Në një tigan të vogël, hidhni një filxhan e gjysmë me vaj ulliri, 8 deri në 10 deg të thara rozmarine dhe një sasi të vogël krip dhe piper. Më pas, përzierjen vendoseni në zjarr derisa të ziejë. Hiqeni nga zjarri dhe lëreni të ftohet. Pasi të ftohet, nxirreni në një shishe. Përdoreni në sallata apo supa. Për të zbutur duart, për një krem duarsh shumë zbutës, kundra plakjes ju duhet të përzieni një lugë çaj vaj ulliri, një lugë çaj gjalp të shkrirë dhe 1/4 lugë çaj vaj vitamine E dhe 5 deri në 10 pika vaj esencial livando. Masazhoni me këtë përzierje duart, thonjtë dhe kutikulat. Më pas vishni doreza pambuku për 30 deri në 60 minuta ose gjatë natës për të trajtuar prerje dhe gërvishtje të vogla. Duke përdorur vetit antiseptike dhe antibakteriale të vajit të ullirit, ju mund të krijoni një version të bërë në shtëpi të kremrave të ndryshëm komercial. Për ta bërë këtë krem do të duhet vaj ulliri, vajar kokosi, bim livando, dyll dhe vaj livandoje. Për të qetësuar irritimin e lëkurës tek bebet, vaji i ullirit mund të reduktoj kruarjen dhe irritimin e lëkurës. Përzieni një filxhan vaj ulliri, një filxhan vaj kokosi dhe 4 lugë çaj dyll në ujë të ngrohtë. Më pas në 4 kavanos të vegjël përzieni 8 pika vaj esencial livandoje, 6 pika vaj esencial limoni dhe 4 pika vaj esencial peme të çajit. Kur vaji i ullirit, vaji arrës së kokosit dhe dylli të kenë shkrirë bashk, hidheni përzierje në secilin kavanos dhe prisni derisa kremi të forcohet. Për të trajtuar njëkohësisht flokët e dëmtuar, ngrohni pak vaj ulliri në ujë të ngrohtë apo në mikrovalë. Më pas aplikojeni atë që nga fundi i flokëve tuaj deri në rrënjë. Lëreni në flok për plot të 10 deri në 20 minuta përpara se ju t'i lani. Nga ana tjetër, këtu ne do t'ju tregojmë arsyet se pse ju duhet që të konsumoni vaj ulliri në mëngjes. Edhe pse vaj ulliri zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do t'ju lejojë të merrni përfitimin maksimal. Njihet për efektet pozitive në zemër, por mrekullitë që bën në trup shkojnë përtej kësaj. Sipas Brightside, ju duhet që të konsumoni çdo mëngjes një lugë me vaj ulliri për këtë arsye. Shndërron lëkurën tuaj. Sipas ekspertëve, vaji i ullirit është një nga përbërësit më thelbësor në shumë produkte kozmetike. Redukton skuqjen, ëndjen dhe madje mundet edhe të ngadalsojë shfaqjen e rrudhave. Vaji i ullirit ka veti shumë të fuqishme antibakteriale dhe njëkohësisht shërben si një dezinfektues. Ndihmon që ju të humbisni në peshë. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vaj ulliri ka një efekt pozitiv në peshën e trupit.
Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumimi i vajit të ullirit i ndihmoi ata që të humbisnin në peshë. Është i mirë për trurin. Konsumimi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimet e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka nga ana tjetër munden të shkaktojnë sëmundjen Alzheimer, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pinë rregullisht vaj ulliri kanë edhe një memorie akoma edhe më të mirë se ata të cilët përmbajnë një dietë me pak yndyrë. Përmirëson gjithashtu shëndetin e kockave. Vaji i ullirit i ndihmon të gjithë njerëzit të cilët vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3 dhe përbërjet të cilat gjenden pikërisht tek vaji i ullirit përmirësojnë dhimbjen e kyçeve dhe ngurtësinë e mëngjesit që shkaktohen nga artriti. Zvogëlon inflamacionin. Pasurimi i dietës tuaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mundet edhe të ndihmojë në parandalimin ose në shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të cilat janë të shkaktuara nga inflamacioni. Përmirëson shëndetjen e zorrëve. Disa lloje bakteresh të cilat jetojnë në stomak munden që të shkaktojnë ulcer. Vaji i ullirit është provuar se lufton baktere dëmtuese, disa prej të cilave janë më rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 gramë vaj ulliri në ditë mundet të shkatërrojë bakteret e dëmshme në më pak se 14 ditë. Kontrollon sheqerin në gjak. Vaji i ullirit mund të jetë sekreti për uljen e glukozës në gjak. Ai mbron trupin nga diabeti tipi 2 dhe mund të zvogëlojë rrezikun e tij me mbi 40%. Në qoftë se vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies ose keni probleme me konstipacionin, ju duhet të provoni këtë truk. Të pini një lugë gjelle me vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore të pranishme tek vaji i ullirit dhe vitaminat e tij të shumta mbrojnë qelizat dhe përmirësojnë ndjeshëm funksionin e sistemit imunitar. Ushqen fytyrën e thatë, trajton akne dhe rënien e flokëve. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në rutinën tuaj të përditshme të bukurisë, sidomos nëse e ndjeni lëkurën të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazhim i thjeshtë me pak vaj ose i kombinuar me të kuqe veze, pure karrotash ose vaj kokosi dhe fytyra juaj do të ndjejë ndryshimet e para. Mëlçia. Mëlçia është një ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës. Ajo kryen disa funksione. Metabolizon të gjithë elementët ushqimor, yndyrë, proteina, karbohidrate, vitamina, kripra minerale e të tjerë. Prodhon substanca për të përthithur vitaminën K. Ndihmon në përthithjen e vitaminës A nga beta-karoten. Prodhon enzima për të tretur ushqimin. Funksionon si detoksikues për të larguar lëndë toksike që janë marrë nga ushqimi apo janë prodhuar në aparatin tretës. Si çdo organ tjetër, edhe mëlçia ka nevojë të detoksifikohet. Përzieni një lugë gjelle me vaj ulliri dhe një lugë gjelle me lëng limoni dhe pijeni esëll çdo mëngjes. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!